Vendimin për të kandiduar për kryetar të komunës të Arsës e ka marrë nga vullneti për zhvillimin e komunës në të gjitha drejtimet. Zhvillimi ekonomik të komunës së Arsës, për të cilën zotohem dhe betohem para jush, e bazoj në përvojën time shumë vjeçare nga puna dhe jeta në Zvicër, si dhe nga përvoja dhe angazhimi në institucionet shtetërore të Maqedonisë së Veriut. Në këtë garë ime një vizion të qartë, të Arsa duhet të bëhet një komunë ku qytetari ndëgjohet, respektohet dhe përfshihet në zgjidhjen e problemeve të tij. Andaj unë zotohem për një administratë efikase dhe të hapur në shërbim të qytetarëve, për një këshill komunal aktiv dhe të përkushtuar, për një ekip të gatshëm për të marrë vendime të guximshme në interes të qytetarëve, të dashur qytetarë. Në qendër të programit tonë është zhvillimi ekonomik. Dhe këtë zhvillim për të Arsën e shoh si një rrugëtim në disa drejtime. Duke investuar në infrastrukturë moderne, çdo fshat do të ketë rrugë moderne, sepse rruga sot nuk është luks, por themel i zhvillimit. Qytetarët e komunës së Arsës në 4 vitet e ardhshme do të kenë ujë cilësor për pije në 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë. Komuna do të mbështesë bizneset lokale dhe ato familjare, duke u dhënë mundësi të zhvillohen dhe të hapin vende të reja pune. Ne do të fuqizojmë ndërmarrjen publike komunale me kapacitete të reja, njerëzore dhe pajisje moderne, për të garantuar mjedis të pastër për qytetarët tanë. Ne do të angazhohemi për bujqësi të zhvilluar. Në qendër të programit tonë është arsimi cilësor. Do të krijojmë qendra rinore, salla sportive me kushte optimale për çdo disiplinë.